Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimin të nësi takojmë të Allah subhanahu wa ta'ala dhe ati përgjërom që të lavdëroj dhe të begoj dërgumin e ti Muhammedi sallallahu alaihi sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të pasgjëmë. Të ndodhë lezër, shpesh ndodhë njëtë që i japim shumë mund një punës, një qëllimit, një synimit, po edhe një ëndrës, po ndoshta gjejmë ose befasomi tutje që na zgjatët rruga. Donë se na e kena di që rruga nuk konë qaqe gjatë, ndërkohë që kena synu domethënë në çat far qëllimi. Saktësisht mos i him në rrugë, e kuptojmë që rruga zgjatët, jo pse është e tillë, jo pse është e gatë. Po na kena dash me shtektu këtë rrugë pa u liru prej disa barrave paraprake. Ka disa rrugë, domethënë krejt hartën me ditë, potencialin me pas, vullnetin me pas, predispozitat mi pas favorshme për me realizu qëllimin. Nëse nuk hek dorë prej diçka e cila e pengon çat rrugë, domethënë është rrugtimi i kurtë. Dhe kjo neve na ndodh shpesh, qoftë në fetari, qoftë domethënë në jetë, për shembull ndoshta për diçka mundesh mi pas këtë rregullat e suksesit, po për shembull veç se fjala bie për shembull e ki të keq kulturën e organizimit të kohës, edhe absolutisht dështon. Dhe nuk do të më bë marak se fjala bie baza na mungon. Baza është e shëndosh, po një defekt e ka kriju pastaj domethënë një pasojë shumë të madhe. E sot inshallah me lenin Allah subhanahu wa taala kena mësuar një farë rregulli që i shkurton rrugtimet e tona të jetës, të cilat realisht të shkurta janë, po pastaj na me një farë vesit ton i zgjasin. Saktësisht, ku po them na e kam për qëllim na qoftë si kulturë, na si në qiellin jon, po edhe ajo e zakonshmja në këtë çka neve na rrethkon. Domthon përgjithsisht njerëzit e kanë çeket. Përgjithsisht e kanë çeket. Dhe rrjedhimisht shumë probleme fetare, shumë probleme fetari, shumë ngecje fetari realisht shpjegohen me çeket. Ndaj kisha pas dëshirë, për shembull, shumë dilema që ndoshta ndonjëherë kena diskutuar bashkërisht. Çu është e mundur dikush me pas akiden e mirë, po me pas këtë rezultat të keq diku tjetër, ose çu është dikush me pas një përcaktim të mirë, po pastaj me reflektu kaq keq diku tjetër. Një për përgjigje është pikërisht që kjo çka kena trajtuar sonte me lenin Allah subhanahu wa taala. Kena trajtuar në kuadër të një prej figurave shumë të veçanta të selefit, është fjala për Ikrimën, nxënësin e Abdullah ibn Abbasit, zakonisht kur përmendet Ikrime, robi ose i qërobruari i Abdullah ibn Abbasit, sepse ky ka qenë domethënë identiteti i tij më i veçantë, jo preardhja e tij, djali i kujt edhe i cilës familje është, se realisht u kanë rob dhe ka pas preardhje të skllavit, saktësisht ka qenë prej domethënë popujve berber të Afrikës së Veriut, po pastaj ka përfunduar në robëri dhe më së pronti ka qenë skllavi Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu. E sakta që është e rëndësishme me potencu që një fakt, vini re, u kanë rob i Abdullah ibn Abbasit, që i bie domthon ka qenë shërbim të tij, ka punu për të, ka fitu për të, apo ka kry punë në interes të skllav pronarit të tij. Që ky skllav pronar merr edhe ban dietar. Që ky skllav pronar merr edhe robin e tij domthonën e edukon, që i bie shpesh disa gjendje në dukje janë të këqija, po nëse i analizon nga një këndvështrim tjetër janë gjendje të mira. Domethënë, me pa Ikrimën në viset e largëta të Afrikës së Veriut, i lirë, apo tingëllon më e bukur. Po çka ka mujt më kon? Një qytetar i thjeshtë ose, domethënë një ngjarje e zakonshme e jetës. Ndërka që Ikrime rob tingëllon keq, mirëpo u kon rob shtëpinë e dietarit më të madh të kohës, edhe prej aty pastaj ky e ka arritën vlerën e tij për të bënë figurë historike. Domethënë ka hyrë në histori pikërisht nga dera e sprovës. Domethënë sprova e tij u kon avantazh. Sprova e tij që ka qenë skllav u bë pastaj avantazhi i tij që ai më mësua edhe me pas fatin me nejtën Afar Abdullah ibn radhiyallahu anhu, sigurisht domethënë dijen edhe domethënë përgatitjen e tij Ikrime ka pas kryesisht prej sahabëve të Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, saktësisht përmendet që ka taku qindra sahabëve të Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po në veçantë prej Abdullah ibn Abbasit, po pastaj edhe prej Aishës, prej Abu Hurairës, prej Abdullah ibn Umerit, prej Abdullah ibn Amrit, prej Uqba ibn Amir, prej Jabir ibn Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri, të kështu me komplet plejada e madhe e sahabëve, domethënë kanë investuar tek Ikrime, sikur se pastaj ai ka investuar te shumë imamat selefi, sikur se është Ibrahim an-Nakhai, Imam al-Sha'bi, Qatada, Ayub as-Sikhtiyani, Ameshi e kështu me radhë. Po duhet të potencioni faktu që kjo kultura Abdullah ibn Abbasit, që me edukue sklavin e tij, që kjo kultura e Abdullah ibn Abbasit me investu domethënë te robi i tij, kjo është kulturë e zemërgjënsisë që duhet me pas muslimani. Për arsye shpesh ndodh që dikush fjala bie ka një histori suksesi, edhe pastaj nguron që prej suksesit ti me mor mësim punëtori vet, ose për historisë të ti me mor dikush është më i ri ose dikush është më porsaj.
Realisht, domethënë, nuk ka hup kurrë Abdullah ibn Abasi që Ikrima është bë alimi më i madh i umetit. Edhe ti nëse fjala bi Allahu të ka dhënë një zeje, një zanat, një aftësi, të ka dhënë diçka që i tukor sukses, domethënë pjesë e zemërgjansisë, edhe formës së shprehjes së minjohjes për Allahun është me mësua ti dikan. Është domethënë me mësu dikan për hir të Allahut subhanahu wa taala. Thot Ikrima, thot Abdullah ibn Abasi, thot mbledhke për me mësu. Mbledhke për me mësu Kur'anin edhe për me mësu sunetin e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur se thot Ikrima, thot e kam kërku dijen 40 vite. Thot dhe unë kom dhon fetva tek dera, mrena në shtëpi konën Abdullah ibn Abasi radhiyallahu anhuma, sigurisht domethënë Abdullah ibn Abasi e ka motivuar, ka thonë dil edhe jep fetva se je më i aftë për këtë punë, thot dhe unë jam ai i cili të përkrahej edhe të rri domethënë afër në këtë detyrë. Thot Yahya al-Qattan, thot talebët më të dalluar të Abdullah ibn Abasit janë siç vjen. Thot është Mujahidi, është Tawusi, është Ataja, është Saidi, është Ikrima, është Jabir ibn Abdullah. Saksisht po përmenden 6. Komplet që ta 6 në vëllezër, të 6-tit janë domethënë në robër. Të 6-tit janë robër në përjashtim të Jabir ibn Zeidit, kërkoj ndjes. Jo Jabir ibn Abdullah, po Jabir ibn Zeid Abu Shatha. E rastishme, Jabir ibn Zeid u koni vetmi që ka pas periardhë arabe. 5 të tjerët janë konën me periardhë domethënë të sklavit. Kto është një diçka që kisha pas dëshim me analizuar një fakt. Shpesh qoftë davetxhit, qoftë ndoshta nën shoqëni si vllazni, qoftë ndonjëherë si autoritete të biznesit ose autoritete të dijes së kështu me radhë, fokusohemi tek fëmijët e familjeve aristokrate, edhe njerëzit që nuk e kanë një periardhë shumë me zë, sikur këta nuk janë që pritet shumë prej tyre. Ndërka që vini re, domethënë trashëgiminë e Abdullah ibn Abasit e kanë përcjell 5 vetë që nuk dihet djali kujt, i cilës familje sepse kanë pas domethënë periardhë domethënë robërie. E aq më tepër që ndoshta ndonjëherë kur e lë derën hapur, këtë njerëz të marrën, edhe ata që kanë periardhë fisnike, po edhe të tjerët me një farë forme e lënë një mundësi shumë të veçantë që dikush me e provu një vlerë edhe me lënë Allah subhanahu wa taala me u trashëgu vlera, jo me izolu vlerën tek domethënë disa familje ose tek disa domethënë shtresa. Vlerësimi i dietarëve të hershëm për Ikrimën është i madh, sikurse Shahr ibn Hawshab thot gjithsesi cili umet e ka pas një njeri që kon më i dishmi, e më i dishmi këtij umeti thot është domethënë Ikrima, sikurse Amr ibn Dinari që e transmeton prej Jabir ibn Zeidit, thot e kom pyet për disa mesele shokin e vet, shokun e Ikrimës, thot nuk jap fetva, ndërkohë që është domethënë Ikrima, thot pyetën thot se thot ky është deti. Ky është domethënë deti tek i cili duhet të ardhen edhe me mësu, sikurse dikush tjetër ka thënë është njeri më i dishëm i umetit në kohën e tij. Kur është pyet Said ibn Xhuberi, a di dënjo më të dishëm se ti? E që vetë e kena trajtuar dhe e kena përmendur Said ibn Xhuberin, thot më i dishmi pas meje është domethënë Ikrima rahimahullah. Sikurse dikush thot e kam takuar Ibn Xhurejin, edhe ka pyet a keni shkuar dhe a keni marrë dijen e domethënë e Ikrimës, thot jo nuk kena shku, e thot pastaj thot e kena kuptuar dhe na ka thonë fatakum thulutha al-ilm, me që nuk e pasni marrë dijen e Ikrimës, ju pas ka ik domethënë 2/3 e ilmit. Imam Shabi ka thonë ma baqiya ahadun a'lamu bi kitabillahi min Ikrima. Nuk ka njeri që e njeh librin e Allahut më mirë edhe më në thellësi se sa domethënë Ikrima. Sikurse Qatada thot njeriu që më shumë t'ia ka ditë halalin edhe haramin u kanë Hasan al-Basriu, më i dishmi që i ka ditën ritualet e haxhit u kanë Ataja, dhe më i dishmi në tefsir ka qenë domethënë Ikrima. Sikurse Sufjan al-Thauri thot merr në tefsirin për 4 vetave, merr në prej Said ibn Xhuberit, prej Mujahidit, prej Ikrimës edhe prej Dhahakut, vini re edhe te ky transmetim i Qatadas po përmend shumica talebët e Abdullah ibn Abasit. Çdo është një domethënë që kisha pas dëshirë me analizu. Shpesh në histori është përsërit një ngjarje. Cila është ajo? Shumë plejada të dietarëve e kanë një pikë takim. Domthon Dhahaki, Mujahidi, Tawusi, Said ibn Xhuberi apo mas prom ti ku takon krejt takon te Abdullah ibn Abasit. Që i bie nuk është habi që këto plejadat e vërteta dhe më të mëdha dietarëve të kohës bashkore takon mas prom te Sheikh Uthaymin atë Sheikh Ibn Baz. Shpesh është përsërit një histori që Allah subhanahu wa taala rahmetin e tij çështë elshon dikon. Na smumi propozo Allah ku më çu rahmetin e tij. Domethënë Allahu ka dashur shumica e njerëzve më të denjtë umetit që sot e kanë akiden e shëndosh, edhe kanë menhexhin e shëndosh, o janë talebe Sheikh Uthaymin të Sheikh Ibn Bazit, ja janë nxënësave domethënë të tyre. Kjo ka ndodhur ku Abdullah ibn Abbasit. Ka ndodhur ku Abdullah ibn Abbasit u ka pas shumë Abdullah ibn Abbas. Apo megjithatë domethënë shumica e plejadës e ka pas si pikë takim edhe si pikë referim domethënë këtë figurë. Përmendet te çështja e lirisë së tij, Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu nuk e ka liruar tu kanë gjallë. Nuk e ka liruar tu kanë gjallë. Domethënë sa kanë ndrujet ky ka qenë rob.
Edhe masi kanë ndru jetë, sklavrit në atë kohë kanë kaluar në pronë të trashëgimtarëve, domethënë se ka qenë pasuri. Edhe një prej djemve të Abdullah ibn Abbasit e ka marrë edhe e ka shit. Edhe masi e ka shitën e ka kuptuar që e ka shit për një nip të Muavijës radhiyallahu anhu, edhe thot ki shku thot për pak lek, e ka përmendur shifrën e madhe realisht, po thot për pak lek thot kishit ndërkaq thot e kishit dijen e babës tanë që u kon kej domethënë tek ky personalitet, e pastaj thot e ka marrë edhe u tërheq prej kësaj shitblerje dhe është kthy domethënë në liri të plot. Për fjalëve të tij që kisha dashur mi veçu, Ikrime thot inni la akhruj ila suq. Thot ndodh ndonjëherë që thot dal në treg. Thot fa asma'u ar-rajul yatakallamu bil kalima fayanfatihu li 50 baba min al-ilm. Thot dal ndonjëherë në treg, thot e ni dikant të përmend një llaf. E ni dikant të qeni muhabet, thot prej atij muhabeti më hapën thot 50 domethënë dyrë të fikut. Domethënë 50 kapituj të fikut. Kuptimin që ka qenë dietar i cili ka qenë te temat e njerëzve. Domethënë nuk i ka orientuar temat e ligjërimit ose temat e diskursit të tij në bazë të një realiteti të largët nga njerëzit. Domethënë tregu i ka kallëzuar ku janë njerëzit. Edhe prej treg pastaj është orientuar ku duhet domethënë më shumë më koncentruar çdo tema duhet më shumë me shtjellut, ku duhet më shumë domethënë njerëzit më folë kësaj. Dhe kjo është një vërejtje që shpesh ndodh ndavet, njerëzit duke qenë larg prej njerëzve ose aktorët edhe personazhet e dijes duke qenë larg prej miletit, edhe duke u izoluar ndoshta përmbrenda disa rrethe vicioze, po ndoshta donjëherë edhe duke krijuar realitete iluzionore prej literaturës, ose ndoshta edhe ndoshta donjëherë edhe prej do problemeve në çoshën e botës, i ngarkon terrenin e njerëzve me do tema që nuk janë tyne. Sepse domethënë ti nuk je t'ju qas në bazë të dhimbtave tyne, në bazë të nevojave të tyne. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Për arsye daveti prej bazave të davetit të shëndosh është dëmshuria. Duhet mu tullim njerëz. Dhe pjesë e dëmshurisë së njerëzve është mjellon njerëzve çka kanë nevojë, jo çka nuk ju duhet, edhe që ndoshta madje edhe mundet me ju bëj, domethënë shumë dëm. Diku tjetër Ikrime pas ka thonë: "Inna lil ilmi thamana, fa'atuhu thamana." Thot dinë se dia e ka një vlerë, thot paguajeni çmimin. Dijeni që dia e ka një vlerë, paguajeni çmimin. I kanë thonë cila është domethënë vlera edhe çmimi i dijes, thot en tad'ahu inda man yuhsinu hifdhahu wa la yudayyi'uhu. Thot pagimi ose çmimi i vërtet i dijes është me çu dijen te njëri që meriton. Te njëri që mund të më majt mend mirë, te dikush i cili dime e ka. Domethënë ndonjëherë i hupet vlera dijes, të e morën domethënë kush mosi. Dhe kjo neve po na ndodh shpesh. Domethënë i ka ndoshta pak më ullzim, mirët me temat që ndoshta me ju propozuni kandidatit për doktoraturë ndoshta në shariat, domethënë kishte nguru. Dhe kjo vjen si rrëdhim i çesaj, nuk e shet vlefshme, nuk e shet domethënë të shtrenjtë. Dhe njeriu kur nuk e shet nisën shtrenjtë, domethënë edhe sillet domethënë keq me atë sen. Sigurisht Sulejman al-Ahwal thotë kom taku një herë Ikrimin dhe me të u koni një djalë i tij. Edhe i kom thonë: "A yahfadhu hadha min hadithika shay'a?" Çu ky djalë jot, a i ka memorizuar dijet e tua? A i di këto hadithet e tua, transmetimet e tua? E pastaj i ka thonë: "Innahu yuqal azhadu an-nasi fi 'alim ahluhu." Thot njerëzit më të pa interesuar për dijen e dietarit janë familja e tij. Njerëzit më të pa interesuar për dijen e dietarit janë domethënë familja e tij. E çka ka atë interpretimin e vet, mirë po, unë e shoh këtë nga një këndvështrim prej mëshirës së Allah subhanahu wa taala. Domethënë sikur për herë dia të trashëgojë veç me një familje, ishin privu shumë njerëz tjerë. Kur asoj Allah subhanahu wa taala e begaton ndoshta një brez me dije, e i lë rënë edhe të tjerëve me ardh domethënë dikush me provu çat dije dhe me bë dietare, ndoshta me bë vlera të caktuara, e jo domethënë me qenë kjo si punë domethënë monopoli. Sigurisht edhe një fjalë e Ikrimës thot li kulli shay'in asas wa asasul islami al-khuluq al-hasan. Thot se lisan e ka një farë baza e kësaj feje është me pasën sjellje të mirë. Baza e kësaj feje është me pasën moralin e mirë, ka vdekur në vitin 105 Hijri, disa thonë 104. Fragmenti do vëllezër është një prej temave që kam trajtuar disa herë. Vllazniq që janë më të shpesh këtu me këtë dinë që si shpesh e vëmi bashkërisht këtë mohabet sepse konsideroj që është piknisjeve kryesore për çat hyrjen shabanëm me liru barrën për me bë rrugtime të gjata. Për me mujt me bë udh të gata, do të mohon me kryq këtë temë. E që besoj sonte ndoshta do të më bëj përpjekjen më vendimtare se cili pineve me bëni kontratë të re me Allah subhanahu wa taala për këtë azime këtë temë. E di që ndoshta mundet më do shumë temë që po jap pompozitet të madh ose po jap vlerë më shumë se sa e ka, por realisht unë besoj bën shumë se kjo është. Domthon zgjidhet që kjo temë na zgjidhen 10ra mira tema. Domthon me plot bindjem të thon 10ra mira tema zgjidhen nëse zgjidhet kjo temë. Cila është Abdullah ibn Abbasi i ka thonë Ikrimës: "Intaliq fa aftihim."
Dil edhe jep ju njerëzve fetva, dil edhe kallzoj njerëzve meselet, dil edhe jep ju njerëzve dije. Thot faman ja'aka yas'aluka amma ya'ni fa'aftih. Thot kur vjen dikush me të pyet, edhe nëse e vren që të pyet për temat që ati hin punë, nëse të arë me të vetë për temat që ai domethënë për to ka interes, ose janë tema të fushës së tij, ose janë tema të preokupimeve të tij, thot jepi fetva. Thot del, jep ju njerëz të thonë, nëse i vren që po të pyesin njerëz për çka ju intereson, për çka ju hin punë, thot jep ju fetva. Thot, o men sa'alaka amma la ya'ni fala tuftihi. Nëse të vjen dikush me të pyet për mesele, që nuk i hin punë atij mesele. Nuk i te njek, e di prapërisht ku e ka jetën, ku i ka rrethonat, domethënë nuk i intereson ai mesela aty. Apo? Thot mos gabo më u përgjigj. Mos gabo më u përgjigj. Thot fa innaka tatrahu anka thuluthai mu'nat an-nas. Nëse jeton me çka të rregull, 2/3 e barrës së njerëzve lirohesh. 2/3 që mundën me të dhonë njerëzve si ngarkesë, si barrë lirohesh. Cila është barra? Domethënë prej 3 njerëzve, 2 rregullisht mohabetin e kanë ku s'ju duhet. Domethënë nëse ki punë me 3 vetë, dije se vetë që njëri është i koncentruar te temat e veta. Nëse ki punë domethënë me 10, me 20, qiten çeket domethënë matematik. Shumica e njerëzve, më shumë se gjysa, nuk janë te temat e veta. Shumica e njerëzve kanë preokupime të tjera. Shumica e njerëzve domethënë japin zor temave që ata nuk janë as thirrun, as zoti, as nuk i duan, po edhe mu bëhet mjeshtrit aty me tema ata kurrë s'profitojnë. Edhe mu bë ulemat aty me tema ata kurrë nuk përfitojnë. I thot Abdullah ibn Abbasi i Krimës, thjesht veç kurse e vetën që ke drejtë. Kështu që unë kisha pas dëshirë domethënë që këtë ligjërat me e kap në kuadër të këtij realiteti. Qysh mundi na me kursy vetën. Domethënë na kena shumë energji të mira. Na kena shumë ëndra, na kena shumë synime. Këtë janë tu djeg. Shumë pikë janë tu shku poshtë, shumë pikë janë tu shku kot, se domethënë i kena dhënë pesh, i kena dhënë hapësirë, i kena dhënë vëmendje temave të tjerëve të cilët janë parancëshme. Domethënë, nëse jena tu fol për domethënë realitetin tonë që po na rrethon. Domethënë nëse Abdullah ibn Abbasi i thot për kohën e tabenëve, apo domethënë 2/3 janë mohabetet kota, 2/3 janë mohabetet që hin punë, 2/3 janë mohabetet që ata as nuk janë thirrun, as nuk kanë deve, as nuk kanë dele, as kur gjë s'kan këtë farteme. Apo çish mundet më kon sot? Që e merr si rregull. Shkon te shtëpia, 2/3 temave janë të kota. Shkon punë, 2/3 temave janë të kota. Hin mesin e vllaznive, 2/3 temave mesin e vllaznive janë të kota. Domethënë nis bindu çeket. Si të nish mu bind, se edhe udhës të shku për në xhami, me çat shoshni çat ka udhës. Mpare merr si rrezik, 2/3 temave janë të kota. 2/3 temave janë domthonjë që nuk tin punë. Si ta ngresh alarmin çështu, me lenë Allah subhanahu wa taala kimë pa që një pjesë e madhe energjisë që ki thon ku po shkon çka energji. Ku të mu djeg mu çka energji, kimë pa që kimë fitua e ki pas. Kimë fitu e pastaj inshallah kimë drejtu çat energjin punë më të dobishme që të vyjnë në jetën tonë me lenë Allah subhanahu wa taala. Dikush kisharte Abu Darda edhe një pyetje 2, 3, 4 kështu në radhë, edhe mos më ti ka thonë, a ke çtu shapun pyet, ke ti i punon çtu vepra? Ke çtu vepra i ki në jetë? Thot jo, thot po duam të studien, apo kjo është një farë, domethënë arsyetimi që koxha shumë domethënë tingëllon për kushtim pasaj, kupton se ky çat shumë gon, çat shumë lexon, çat shumë vet, ky këtë kapi devotshmërisë. E i thot pastaj Abu Darda thot, pse thot po i shton argumentet e Allahut kundër teje? Pse po i shton argumente, më merret çket mbi kët bazë. Do thonë ti ky shkon te Ikrime, po i thot Abdullah ibn Abbas, dije se shumica janë të vetën thjesht veç muhabet me bë. Më ju kanë harxhuar njerëz të tema, ata do të marrën me muhabet feje. Tani ku dalë muhabeti fejes? Allahu alem. Ose vën Imam Malikut, vën dikush te Imam Maliku edhe pyet për disa mesela, nuk përgjigjet. Nuk përgjigjet ndërkohë që ka në referenca më e madhe e dijes. Edhe i thot pse nuk po përgjigjesh? Çka është ky ignorim, domethënë i pyetjeve të njerëzve thot lau sa'alta amma tantafi'u bih la ajabtuk. Po më pas pyet për tema që ty të bojnë dobi tu kisha përgjigj. Ama këtu nuk bojnë ty dobi. Domethënë janë 10 tema ndoshta edhe në akide. Mos flas për meselet të mospajtimit dietarëve, mos flas për meselet që kanë të bëjnë me interpretimin e disa rrethonave, disa konteksteve që ndoshta njerëz që janë kon pjesa të konteksteve s'u kuptojnë. Domethënë vesh ti tu ngarku kur domethënë dobi bi aty në punë ski. Kur absolutisht. Edhe Imam Maliku ka dashur me ngre këtë si metodologji, si çështje, si mentalitet, thjesht nuk ban dobi, ik pikë kësaj teme. Po është këtë xhamati kanë një këtë temë, ka kohë që kësaj teme, apo ose janë bë si data, domthon disa tema ose si periudha që aktivizon disa tema. Okej, Allah e boft hajrin aty. Thjesht unë dua jetu me çket menhesh të Abdullah ibn Abbasit, domthonë kjo bar rrugtimin ton drejt Allahut subhanahu wa taala. Sulejman ibn Mehrani i thot dikujt, thot këta të cilët vesh vesin, vesh pyesin, vesh mësojnë, vesh ngojnë,
Pa e matë që këtë farë pune me praktik, thotë sikur se dikush i cili ngjyn, domethënë ushqim, po thotë nuk e konsumon, thjesht veç e gjunë. Thotë ai heket uria këtij njeri. Sikur ka dash me thonë, merreni temë edhe për ty pe mirë. Merreni temë edhe për punën e mirë. Merreni temë edhe dije që e ke kry mirë. Për shembull, ti ke problem me një smuj pismuj me zemrës. Merrem me çat temë një 5-6 muaj. Pse nuk po e nxjerr si prioritet për shembull që duhet më me çat temë një 5-6 muaj. Pse duhet me të kapërcyti 200-300 tema me 4-5 muajve, po asnjë temës mos më bëu domethënë një shenjë që domethënë u krye ajo temë. Për arsye ndërlëzër, çka smuja 100 tema për brenda një periudhë të shkurtër, është edhe kjo pjesa e nejave, sidomos domethënë njerëzit që nuk kanë formim të mirë fetar, ndoshta me një nej, me një pas darke, ndoshta hin njerëzit 100 tema i çelin. Edhe mos mëron ti ky menon që duhet me pas energji. Ky ka rrezik edhe sa bëj mos më falë. Sepse domthonë ka çat shumë të shpërndon mendjen, ky ka çat shumë domthonë shpërndon fokusin. Kjo mos na kam reflektuar pastaj edhe energji shpirtërore, edhe në aspektin e domthonë fizik madje, sikur që kanë marrë disa transmetime, prej kësaj shpërndahet domthonë absolutisht të domthonë të pa dobishme. Thotë dikush pi selefit, thotë ju po pyetni për disa gjëra, na s'kena pyet. Kuptimin që nëse na keni shembull, atëherë merrni shembull atë çto. Na s'kena pyet çka bëni ju këto tema. Pastaj thotë ju po i të hollani do tema kur na s'kena të hollu. Kuptimin që ndoshta ti e dini far për shkrimit të përgjithshëm temës, mos he pak më fell se del mesela pa i kesh pastaj. Ose ti nuk i kapacitet për me i dal domethënë temës në fund. Sikur se thot, jeni tu na pyet për do tema, thot na kur ni për to skena. Apo? Kur domethënë skena ni, as nuk e dimi çka i vet domethënë ajo si temë. Ç'ky dietar i madh. A s'ka mujt për shkakun kompleksu me thonë ç'është e mundur ne kështu mu deklaruar para masës, ndërkësh domethënë masa thotë ja ti dush me ditë këtë temat ja kush. Jo ka dash me vazu se kjo është domethënë kjo është domethënë çorb e njerëzve domethënë dopt. Kjo domethënë me përzi gjithçka, është çorb e fukarallëkit, nuk është e njerëzve me vlerë. Nuk është e njerëzve domethënë që ja dojnë domethënë të mirën vetvetes. Cili është shembulli i mirë, thotë njëri pi selefit. Thotë i kom taku sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kam pa shumë thotë pi sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fama ra'aytu qauman aysara sira wala aqalla tajdidan minhum. Nuk kom pa njerëz po për këtë kështu me atë shipën e sotit, nuk kom pa njerëz më të relaksuar në fe. Nuk kom pa njerëz më të relaksuar në fe. Domthonë një fetari shumë të relaksuar. Absolutisht nuk ka pas nevojë mi bot qindra pyetje, absolutisht nuk ka pas domethënë me pasën gjithë ato lloj shtrëngime, gjithë ato lloj domethënë stërhollime, gjithë ato tirje pa nevojshme ndoshta të meseleve që domethënë absolutisht domethënë feja nuk është duke e kërkuar. Cili është shembulli i keq thotë Hasan al-Basriu. Fa shiraru ibadillahi yantaquna shirar al-masail yu'muna biha ibadallah. Thotë krijesat më të këqija të Allahut azza wa jall. Robërit më të këqij të Allahut azza wa jall janë ata shahallakasi me gjet mesele të këqija, mesele trona, e pastaj domthon mi verbu njerëz edhe mi autollovit njerëzve. Domthon, në çka në kona Hasan al-Basriu dikujt ja pas ka autollovit feja. Që i bie edhe do tema që i ki do dosta Afrikan uzu është mirë, kur mos piqel ato tema. Ose as më tepër ndoshta jemi në mezhlis me një hoxh, dush më shku mi zgjidh tema që i bëjnë dobi atin fetarinë e tij. E jo ndoshta një mesele 2, 3, e as më tepër domethënë një far apetiti në një moshë shumë tre, me dashti edhe mi hallakotën temat edhe debatet e dietarëve, e pastaj ndoshta edhe me përfundu që mu bë ti sebeb me deviju dika. Për arsye ka ardhur një transmetim që shënoi Imam Ahmedi Abu Davudi, edhe pse hadithi ka domethënë diskutim në aspektin e senetit, për Muavijës radhiyallahu anhu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam naha anil ughlutat. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar mu mor me mesele trona. Domthon ka ndaluar mu mor me ato meselet që çaty zakonisht me bë me hifell ndoshta edhe dietar devijojnë. Ose edhe dietarët mundën mos me ditë, ose ndoshta një prej interpretimeve të hadithit do të më shku mi hallakat temat ku ti do më kallëzu se ky sot e mor vesh këtë farpune. Ose do dosh me nxjerr në shesh domthon zotësinë tonë për me hin disa çështje trona e që realisht domthon njerëzit nuk i di kanë domthonën për veshteje. Sigurisht e shohim Muhamedi Imam Buhariu Muslimi për Abu Hurairës që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dine se ata që kanë qenë para jush janë shkatërru kur kanë bërë pyetje shumë, edhe kur kanë pas shumë debate, edhe shumë diskutime, edhe shumë mos-pajtime me profetët, domethënë kur kanë pas shumë muhabet në meselet e fesë, kur kanë pas shumë diskutime dhe polemike në meselet e fesë, edhe kur kanë pas domethënë shumë pyetje. Për arsye sahabët nuk e kanë toleruar çka ves. Sigurisht e shënoi Buhariu Muslimi prej Muadhës kur një gru ka ardhur dhe ka pyet Aishën radhiyallahu anha dhe i ka thonë a do të gruaja me bë kazo namazin masi të kryet ciklin? Edhe Aisha radhiyallahu anha ka shumë më dhon përgjigje, më thonë që jo nuk dohet, apo se na nuk e kena bë kazo, thotë në vaktin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po çish ka përgjigj, i ka thonë haruriyatun anti, ka thonë ajeti prej Kharijve,
Se kjo ka qenë një prej meselave që janë dallu xhavarixhet në atë kohë, që domethënë masi po bëhet kaza agjerimi, duhet të bëhet kaza edhe namazi, se namazi është më i madh se sa domethënë agjerimi. Pse Aisha radhiyallahu anha ka bëu këtë çështje? Ka dash me bë tërbije, atë edhe ato që ka pas për rreth vetes. Mos pyet me këtë metodologji, se kjo metodologji e keqe. Von kjo metodologji mas pramti çon të xhavarixht. Mas pramti çon të sektet të devijume. Ty ndoshta i të pas si përkushtim, apo se kjo duket, apo përkushtim, domethënë po mund të marr për namazin. Po çësia ndaj temave, çësia ndaj meseleve krijon domethënë fetari domethënë shumë të predispozuar për me deviju, kështu që është e rëndësishme me përmendje evidencë të periudhës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që shënim Muhamedi Muslimi pe Enesit, thot nuhina nasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shay'in fa kan yu'jibuna an yaji' al-rajul min ahli al-badiya al-aqil fa yas'aluhu wa nahnu nasma'. Thot e kena pas ndaluar me vetë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Sukon tërbia me vetë shumë Rasulullahin për mesele kështu. Domthon ka ana për transmetime, domthon që shumë pak pyetje kanë bërë sahabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sepse nuk ka qenë tërbias fetare me bë shumë pyetje. Çfarë thot ky transmetim? Thot e kena pas të ndaluar me pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thot dhe na pëlqente të vinte prej viseve të largta të bedevive, të vinte ndonjë njeri i mençur ta pyeste pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me ana të angojshme. Vini re, domthonë e para tregon se kjo ka ndodhur rrallë, apo sa ta skanon rregullisht, edhe e dyta, jo më ngu mohabeti gjithkujt. Do një të mëshmit. Domethënë e para të jetë rrallë, edhe e dyta të jetë domethënë njëri i mençur. Për arsye kisha pas dëshirë me shfrytzuar rastin për me dhënë këshill vllazni. Jepni ju përparësi kur shkojnë në neja, në mezhlise, po qoftë edhe mezhlis, edhe mas derse. Jepni ju përparësi me orientu temat vllazni që kanë më të mençur. Sepse orientimi i temës është shumë i rëndësishëm për procesimin tonë domosdoshmë si shoqni. Nëse për shembull merr njëri muhabetin se ka ndoshta më shumë oraturi, ose ka ndoshta më shumë karizëm për me shumë me ndikun në shoqni. Edhe pastaj domosdoshmë na keq shkojmë mas temave të tij, domosdoshmë duhet me ditë mas diku na çojnë çdo temë. Pra si po duam të përmend vesh një defekt. Për shembull, çka ndodh me na orientu mezhlisat e tona, nejat e tona, muhabetet e tona, jo njerëz të mençur. Thot Muawiya radhiyallahu anhu, thot afatul murua ikhwanu su. Thot emeta e burrnies është kur sprovohesh mi pas dostat vllaznit njerëz të këqij. Çka ndodh pastaj? Vini re. Al-Ahnaf ibn al-Qais është për arabëve që mas shumë ti përmendet për burrni. Mas shumë ti përmendet për burrni. Ne ka thonë çysh i bë mezhlisi burrave. Thot janibu majalisana dhikra an-nisa'i wat-ta'am. Thot kush do më nejt me neve na për mezhlise mos bëjmë mohabet grave dhe mohabet ushimit. Kush do më nejt me neve na për mezhlise, mohabet grave dhe mohabet ushimit jo. Thot fa inni ubghidu ar-rajula an yakuna wassafan li faraji wa batni. Thot se urrej me nejt me mundi kush i cili ma ban mohabetin e epsheve të veta dhe të barkit vet. Keni vëmendjen këtu. Al-Ahnaf ibn al-Qais, që ky burr i madh, dy sani ka thon, kush do më nejt me mua, mohabet grave jo. Apo mohabet grave dhe tushimit jo. Çka ka ndodhur me këtë burr? Muawiya radhiyallahu anhu, kur u zgbo halifi muslimanëve, kur u kanë emirul mu'minin, ka ardh thuhet për Al-Ahnaf ibn al-Qais që nuk u kanë që ka pas hejbe. Domethënë qerën edhe natyrën, domethënë fizionominë nuk e ka pas çast shumë me hejbe, edhe me hije tron. Thuhet që kur ka ardh ka fol çaçran me Muawiyen, tu kanë Muawiya halife, saqë motra e Muawiyës ka ardh dhe ka thonë, kush më rëkyt që ty të fol me këtë gjuhë? Me të fol ty ti e halifja, me të fol me kësi gjuhë ka shtron. I thot Muawiya radhiyallahu anhu thot hadha alladhi idha ghadiba ma'ahu 100,000 min bani Tamim la yadruna fi ma ghadib. Thot kjo një farburri kur ky nervozohet për nervozën e këtij nervozohen janë 100,000 vet se vesim pse e nervozo. 100,000 vet nervozohen për nervozën e këtij edhe nuk e vesim pse e nervozo. Nuk e vesin se nuk e nervozo se kjo ka vërtetu burrnin e vet në tema. Kjo ka vërtetu burrnin e vet në përzgjedhjen e prioriteteve. Domthon na ndoshta donjëherë imami muhabetet shumë lart e kur shlomën muhabet pastaj e gazon me sisin kërkon hiç. Po kjo arsye domthon që këtë çfarë përzgjedhjet te Al-Ahnaf ibn al-Qais është shumë e qëllimshme. Domthon një pjesë e muhabetit muslimanëve, që folet vetë për dynjë, që folet vetë për gra, që folet qoftë për gra të e kthy muhabetin ka hallalli. Megjithatë është muhabet i grave, nuk është muhabet për, domthon që i ka hije domthon fisnikërisë, domthon së burrave. E pastaj tema e tretë, e katërta, mas më të përfundomi te gibeti, mas më të përfundomi ndoshta edhe te shpalosja e tmetave të tjerëve, edhe pas më na kena me diskutuar çka mund të umeti, edhe çka na bëna punë të mëdha për umetin. Na nuk jena në gjendje domthon një mezhlis më orientu mohabetet e hajrit. Na nuk jena në gjendje një mezhlis më orientu domthon me çket hije të burrave. Apo çmujna me fol domthon për tema, domthon shumë më të mëdha. Ndaj një prej dallimeve bazë tona me selefin o çësia jon ndaj temave. Çësia jon domthon ndaj temave. Çi bie
Mos ta krymi këtë mohabet, ne kena menhexhin e selefit, e kena akiden e selefit. Ai ki temat e selefit, ai ki prioritetet e selefit, ai ki kulturën e selefit, ai ki domethënë mentalitetin e tyre. Nëse si ki me gjaz domethënë kemi në habit. Se kënena ki akiden në menhexhin, po kënena reflektimin domethënë e kije shumë larg kurse për shembull, që ka pasur sahabët edhe selefi kulturën, për shembull kur ka ardhur dikush e ka pyet Omer ibn Abdulazizin për fitnën e sahabëve, e çaj e ka ditë më mirë se na krejt, apo se kush çka ka bën edhe kush ka pas më shumë drejt, çai ka thonë thot Allahu më ka pështu mos më kon atë farë sprove, nuk du më kon pjesa se sprove më mohabet. Mo shumë thjesht. Ose ai tjetër shkar ka thonë til kjo vetëm ka të xhalat, ata janë milet që kanë shku, kry kjo punë, s'do më këtë varteme. Do thonë as nuk ka thonë unë muj me paraqit keq, do thonë çfarë sprove madhe bashkë kur gjës ditë për këtë tema. Zëna që s'di kur jesh, nuk du me hi domethënë në këtë temë. Ndaj çtu në vëllezër kisha pas dëshirë me në vizuni fakt, shumë vllaznia janë 3, do të them 3 deri në 10 vjet në udhëzim, jo koxha i ri domethënë në udhëzim. Ka do tema ndoshta me dekada hoxhallar që i kanë zgjidhur me zveti, nuk i nevojë ti me hi. A është qartë? E as më tepër tema që ndoshta edhe ulemat me shekuj sun janë të zgjidhën, domethënë veç mundesh me kapsyk ato tema, jo që nuk i vler. Mundesh më kon më i mirë umetit, po nuk janë që ti dush mi bëjt ato gale. Ato gale i bojnë njerëz të vet. Ato gale domethënë i ka çdo kush, Allahu të ka liru. Pse ti bën ato gale? Pse domethënë bëja vetës një bash që nuk e ki, as më tepër që ndoshta edhe nuk i domethënë pritshmëri për me bë diçka. Kështu që është një pyetje bazë në vëllezër e që kisha pas shef më kom mesazhi i gjatës nga kjo pikë. Po që kjo me pyet shumë, po që kjo me vet shumë, po që kjo me hin mohabete pa nevojshme, po që kjo më përdit lloj teme. Thelbi ku ai çesaj? Domthon kush e shkakton keq këtë gjendje? Pika ka ardhur që këtë gjendje, domethënë që nejat e tona janë neja kështu, domethënë jo as të fritshme. Unë besoj në vëllezër se këtë kjo vjen nga një emet e rrezikshme që është shumë e pranishme, e që pa përjashtim krejt duhet me punu të kjo temë, është domethënë emeta e llafazanërisë, e të folit e shumt edhe mos vëmendjes për me rrit gjuhën. Domethënë është një kulturë që patjetër njerëz duhet me fol. Domethënë si të rrin njerëz dikon duhet patjetër me bë mohabet. Edhe me orë duhet me fol. Apo kjo si kulturë kjo është shumë e keqe. Edhe kjo bën ndesh me shumë prioritete pastaj të fetarisë. Edhe bëm atje ndesh edhe me shumë synime tua të fetarisë që ndoshta shumë se nemi pas të mirë mas vonë tikime, domethënë kime dështu. Ndaj kisha pas dëshirë me sonte me kap çka ka edukuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për këtë. E shënon Imam Tirmidhiu sharboni thotë hadithi sahih për Jabir ibn Abdullah, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawm al-qiyamah ath-thartharun. Thotë njerëzit që më shumë ti urrej, edhe që janë më lartë pe meja në ditën e gjykimit janë njerëzit llafazana. Domethënë llafazanaria të na llogaritet mëkat ose e keqe ose veti e keqe veç kohë që del në gibet. Por realisht tu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam veç si llafazanari po e paraqet domosht si problem. Sigurisht se në transmetim tjetër që shënim Muhamedi shehshoi thotë hadithi është hasan, pe Abu Tha'laba al-Khushani është i ngjashëm me çka hadithin e parë, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam inna habbakum ilayya wa aqrabakum minni mahasinukum akhlaqa. Njerëz që më shumë ti du, edhe që janë më afër me mua janë njerëzit e sjellshëm, njerëz të moralshëm. Thotë wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni masawikum akhlaqa ath-thartharun. Thot njerëzit që më shumë ti urrej, edhe që kanë qenë më lartë mbi meja, janë njerëzit me sjellje të keqe, llafazana. Sigur se ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me prua si rregull, domthonë edhe llafazanëri, edhe sjellje, domthonë shembullor është e pamundur. Pse? Se llafazanëria e madhe më shumë ti ka me çuçi atje. Domthonë kur njerëzit veç duhet me fol, kanë me hidhën gibet. Kur duhet veç duhet me fol, duhet më morë me të metat e njerëzve. Kur duhet veç me fol, duhet me shpik tema dyqysh që me nejtën aktiv në të folur, sepse e kanë qitë si projekt, e kanë qitë sikur se duhet patjetër, domethënë me fol. Sikur se Imam Bezari e shënon musnedin e tij me sanad hasan për Abdullah ibn Abbasit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Khiyarukum ahasinukum akhlaqa." Më të mirë për juve janë njerëzit që janë më të mirë në moral, al-muwatti'una aknafa, njerëz e lehtë, njerëz të afrushëm. Njerëz që domethënë nuk ka zor me nejt me ta. Pastaj thotë wa inna shirarakum ath-thartharun, njerëz më të këqij janë llafazanat. Çka hadith, domethënë sikur e bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se njerëzit e qetë mund të bëjnë njerëz të mirë. Njerëzit që janë domethënë gjithherë trazum, që duhet me fol, mas prom ti kanë me funduar mëkate. Mas prom ti kanë me përfunduar diçka çka ka me prish domethënë moralin e tyre, e një prej formave që prishet morali i të folmës së shumë, e shohim Muhamedi Imam Buhariu Muslimi pe Aishës, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam inna abghad ar-rijali ila Allahi al-alad al-khasim. Thot më shumë ti shau rrein Allah subhanahu wa taala, njerin shkosh ngucavec, po di me fol. Domethënë ai veç këshir mu kap dikon. Domethënë me me pas punë herë me të, domethënë nuk di munon. E urrein Allah subhanahu wa taala. Realisht ky duket që ky ka aftësi.
realisht ky duket që domethënë di me mbrojt veten, realisht ky duket që madje ndoshta ky e dominon mezhlisin edhe e dominon nejat e tona, mirë po është i urryer tek Allahu subhanahu wa taala. E shoni Muhamedi Muslimi për Mughirës për Ameris sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna Allaha kariha lakum thalatha qila wa qal wa idha'at al-mal wa kathrat as-su'al. Allahu e urren për ju e trigjana, e urren thashë themet, e urren Allahu subhanahu wa taala me çu pasuninë poshtë edhe pyetjet e shumta. Njëri prej selefit transmetohet se hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por nuk çndron më shumë si fjala e selefit. Thotë men kathura kalamuhu kathura saqatu. Kush fol shumë edhe gabon shumë. Kush domethënë veç do të më fol me do e mos e ka dhe një dosje të madhe domethënë të gabimeve. Thotë men kathura saqatu kathura dhunubu. E kush gabon shumë edhe bën gjuna shumë. Kush gabon shumë edhe bën gjuna shumë. Thotë men kathura dhunubu kanat an-nar awla bih. E kush ka shumë gjunahe, është më e pritshme me përfundu në zjarmin e xhenemit. Zjarmi i xhenemit është funi, ama fillimi ku ke? Fillimi ke domethënë te falmja shumë. Fillimi ke domethënë te llafazanaria. Kur Imam Maliku kur e ka pa dikan që ka fol shumë, edhe domethënë non stop in temën thot la yujit thot kathratul kalami illa fi an-nisa wa ad-du'afa. Thot më në thot se llafazanaria është cilësi o e grave o e njerëzve të dobët. O e grave o e njerëzve domethënë dob, sikurse Omer ibn Abdulaziz përmendet të transmetohet që e ka pas një gjykatës shumë të Zotit, shumë të përgatitur, edhe pastaj e ka pushuar nga puna, e ka përjashtuar nga detyra. Edhe kur është pyet pse, kanë ardhur ka ardhur ky gjykatësi te Omer ibn Abdulaziz dhe ka thonë pse ke pushuar pi punës, thot balaghani anna kalamaka ma'a al-khasmayn akthar min kalami al-khasmayn ilayk. Thot, më kanë kallëzu se kur vinë dy palë, te ti mu gjyku, ma shumë ti ki muhabet se ata dy. E kjo është emet për një njeri të mençur. Është emet për një njeri të arsyeshëm, thot, ti nuk e meriton mu kanë në gjykatës i muslimanëve. Imagjinon, nuk e meriton mu kanë në gjykatës i muslimanëve veç se nuk e di sa do të me fol. Veç se nuk e di, domethënë sa duhet me fol. Për arsye, merren si rregull Hasan al-Basri thot, rahimallahu 'abdan awjaza fi kalami. Allahu e mëshirov dikan i cili i mbledh llafat. E thot një diçka, po e thot mbledhur. Thot waqtasara ala hajatihi, edhe kur do me parashtun e ka një ide, një kërkesë, një diçka, thot çaty e ka mohabetin. Nuk e çer një temë edhe tema. Edhe thot fe inna Allah yakrahu kathrat al-kalam, sa Allahu e urren llafazanarin. Allahu e urren llafazanarin, është një rregull që kanë përmendur selefi, kanë thonë bi tarki al-fudul takmulu al-uqul. Tu e lën llafin e shumë, tu i lën llafat që nuk të hin punë, do të thonë të ngritet mendja. Do të thonë njerëzit sa më shumë që zhvillohen intelektualisht, sa më shumë që zhvillohen me mendjet e tyre, sa më të thellë që janë me logjikën e tyre, janë më pak domethënë tek muhabetet. Domethënë mundesh me nejt me ta, ka pak fjalë edhe kryet me ta. Nuk ka domethënë shumë muhabet. Ndërkaq nëse mirret një temë dhe stërhollohet me orë të tëra, ndoshta njerëz me javë, e as më tepër ka temat të mesin e muslimanëve në viset e tona, ndoshta 20 vjet kanë hyrë njerëz në temë s'u dalin kurrësh. Dhe kjo është për shenjave të sektësisë së mendjes. Nuk mund të mkon domethënë prej domethënë mençurisë së tyre. Kështu që mesazhi në vëllezër është pikërisht hadithi për Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që shënim Maliku në Muwatta për Ali ibn Husajnit, sikur se ka shënim Imam Tirmidhiu dhe Sheikh Albani thotë hadithu sahih për Abu Hurairës, ka thënë Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Kur Islami dikujt vën në vi, kur fetaria dikujt vën ku dohet, një prej formave që përfaqet, thotë tarkuhu ma la yani, hek dorë pse në çsim punë. Hek dorë për gjëra që si ka prioritet. Hek dorë për gjëra që nuk janë domethënë në rreth e tij. Çi bie? Domethënë Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pe lidh këta me përkryrje të fetarisë. Po e lidh me përkryrje të fetarisë. A është për mëkateve të mëdha gibeti? A është për mëkateve të mëdha me shpif? A është për mëkateve të mëdha me akuzu? A është për mëkateve e kështu me radhë? Domthon shumë mëkate që kanë të bëjnë me njerëzit. Kjo shumë lehtë lirohet, veç domthonën e miell si rregull, që mos u interesojnë privatësia e tjerëve dhe valla. Apo u krysi tim. Pse u krysi tim? Si kingu këta ato teme për këta ato ligjata për temë për mëkatet e gjuhës, ja. Thjesht veç kemi një rregull i cili pastaj domthon ta ka përkry fetarin, po edhe domthon te meselet e fejas. Për shembull, a mund dikush i cili e ka çket rregull, që i lësën që nuk i hin punë, nuk i kanë prioritet, me hite ato tema të cilat mos pam ti kanë me quhen në ndonjë lajthitjen akidës, në ndonjë lajthitjen menhaj, ose me hin hak doni imamit të sunetit, ose me bëj doni mesele të mëdha, domthon që me hin hak dikujt pi muslimanë. Jo thjesht ky e ka nxjerr çeket digë, çeket domthon parzmore, edhe kjo pastaj ka animu fetarien tutje me lejen Allahut subhanahu wa taala. Thot Malik ibn Dinari, thot idha ra'aita qaswatan fi qalbik. Thot nëse e shet që zemra tu ka vrassu, o wahanan fi badanik, edhe e shet që trupi tu ka lishtu.
zemra tu ka ngurcu, energjia fizike të ka ra. Thot wa hirmanan fi rizqik. Edhe she dyqysh si s'ki bereqet në rizq. Thot fa'lam annaka qad takallamta bima la yani. Dije se ki fol në temat që janë tuat. Domthon, çysh dënosh vrashtimi i zemrës, dobësimi i organizmit, edhe domthon hu bereqeti domthon në rizq. Kur hin temat që nuk janë domthon në tuat, për arsye Hasan Basriu ka thonë min alamati iradillahi ta'ala anil 'abd an yaj'ala shughlahu fima la yani. Kur do Allah me lën një rob në lloç, mos minimu, ja çel derën më mor me temat që janë vetat. Ja çel domthon atë interesimin, më mor me temat që janë domthon tuajat, nuk janë prioritete i tij. Saktësisht gjithkusht që e ngon këtë ligjrat, thotë jo, ndoshta çatu tema, dikush i konsideron që janë të mijat, mund të jenë të mijat, apo? Kjo është një, domethënë, zinxhir i gat i problemeve të ignorancës edhe i cytjeve të shejtanit, por realisht njëri, domethënë, e njeh vetveten, e di ku e ka realitetin e vet, e di ku i ka smujet e veta, e di ku i ka ngecet e veta, e di ku duhet me investu, e di ç'është më bogati për takimin me Allah subhanahu wa taala. Edhe këto tema të tjera, domethënë që na shlomo, janë prej boshllokut, janë prej xehlit, janë prej nuk janë njerëz të lidhur mirë me Allahun, si njerëz është mirë me i lidhur me Allahun subhanahu wa taala, nuk mund të pas prioritet domethënë temat e kota. Elos Allah subhanahu wa taala më na begatu me prokupim të mirëfillt në temat e hajrit. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.